Nuk është divorci zgjidhja, ishte fjalia që trazoi gjithë bisedën mes fermerëve, ndërsa Mimoza vendosi të fliste hapur për raportin e tensionuar të Zhakut me bashkëshortin e saj. Me një moment emocional dhe plot ngarkesë, Zhaku tregoi se ndihet e lodhur nga gjithçka që po mban mbi supe dhe la të kuptohej se ndarja mund të jetë rruga e vetme për të gjetur qetësi. Por përballë saj ishte Moza, një mike e vjetër që e njeh prej vitesh dhe që nuk pranoi ta mbështeste në këtë vendim të rënd. Mimoza foli me ton të prerë, por edhe me shqetësim të dukshëm. Ajo i kujtoi Zhakut se një familje nuk ndërtohet për të shembur në momentet e vështira dhe se një fëmijë ka nevojë për të dy prindrit pranë. Sipas saj, problemet nuk zgjidhen duke ikur, por duke luftuar për të shpëtuar atë që është ndërtuar ndër vite. Nuk është divorci zgjidhja, përsëriste ajo, ndërsa përpiqej ta binte Zhakun të mos merrte një vendim që mund ta pendonte më vonë. Nga ana tjetër, Zhaku u shfaqe vendosur dhe shumë e ngarkuar emocionalisht. Do të çlirohem nga çdo barr, tha ajo mes bisedës, duke lënë të kuptohet se prej kohësh po jeton nën presion dhe lodhje emocionale. Ajo tregoi se ndihet e pakuptuar dhe se marrëdhënia e saj ka hundur qetësinë që dikur kishte. Madje, deklarata që habiti më shumë ishte kur tha: "Ish bashkëshortin e Mimozës e kam shok më shumë", një fjali që krijoi tension dhe hutim mes të gjithëve. Moza nuk e priti mirë këtë mënyrë të menduarit të Zhakut. Ajo i tha hapur se po nxiton dhe se po sheh vetëm anën negative të situatës. Sipas saj, Zhaku po ndikohet nga emocionet e momentit dhe nuk po mendon për pasojat afatgjata. "Ti nuk je vetëm më", i tha ajo. "Ke një fëmijë që nesër do kërkoj përgjigje. Nuk mund të marrësh vendime kaq të mëdha vetëm sepse sot ndihesh e lodhur." Biseda u bë edhe më e fortë kur Mimoza i akuzoi Zhakun se po e shef divorcin si një arratisje dhe jo si zgjidhje reale. Ajo tha se çdo çift kalon periudha të vështira dhe se marrëdhëniet kërkojnë durim, sakrificë dhe komunikim. Për Mimozën, Zhaku po dorëzohet shumë shpejt dhe po i lë emocionet negative të shkatrojnë familjen. Ndërkohë, Zhaku vazhdonte të mbronte qëndrimin e saj. Ajo tregoi se ka vite që mban brenda vetes shumë gjëra dhe se tashmë ndihet e konsumuar emocionalisht. "Nuk dua të jetoj me barr mbi supe", tha ajo, duke lënë të kuptohet se ndarja për të është mënyra për të rifilluar jetën nga e para. Por Moza nuk e lejoi të mbyllej aty diskutimi. Ajo insistoi se pas çdo krize ka një mundësi për reflektim dhe se ndonjëherë njerëzit marrin vendime të gabuara kur janë të lënduar. Sipas saj, Zhaku duhet të mendojë më gjatë, të qetësohet dhe të mos shkatërrojë një familje për shkak të momenteve të vështira. Përplasja mes tyre tregoi dy këndvështrime krejt të ndryshme, njëra që kërkon lirinë dhe çlirimin nga problemet dhe tjetra që beson se familja duhet mbrojtur deri në fund. Dhe ndërsa debati vazhdonte, u bë e qartë se Mimoza nuk është gati ta shohë Zhakun të ndahet pa luftuar edhe një herë për martesën e saj.